Selamu alaikum të dashur miq, kjo është takimi ynë i radhës i drejt për mes emisionit të si çdo mbrëmje, dritarja e agjeruesit. Edhe sot kemi një të ftuar tjetër me të cilin do të mirpresim telefonatat tuaja. Me ne në studio është Hoxh Rashid Zulfia. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se u gjeta bujar, faleminderit për ftesën. Shëndet, jemi bashkë në këtë emision. Hoxh, Ramazani kultivon shumë vlera tek besimtarin, ndërto i pashmangshëm është durimi, është sabri që duhet ta ketë agjeruesi si nga aspekti i përmbajtjes nga ushqimi dhe pija gjatë ditës, por edhe si vlerë e përgjithshme. Si arrin Ramazani ta ndërtoj një durimtar, një njeri të durueshëm? Bujar, nuk ka dyshim se në obligimet fetare që përfshin 3 kapituj, pra dietarët kur e kanë nda, them, fen, për të na lehtësuar neve kuptimin e saj, praktikimin e saj, e kanë nda në 3 pjesë, në 3 segmente: besim, dispozita edhe etik, norma, tërbia që është tek ne muslimanët. Edhe shumë interesant se brenda tyre ka prova. Do thotë çdo provim është tek besimi, tek dispozitat edhe tek etika. Për shembull, tek besimi është prova e bindjes, pastaj tek dispozita siç është namazi është prova e vullnetit, tek haxhi është prova e aspiratave dhe pastaj vjen edhe prova më e rëndësishme që është tek agjerimi, që vjen prova e durimit. Për ata, agjerimi është një ndër sfidat më të mëdha në jetën e besimtarit përballë të gjitha dispozitave tjera. E dim pse, arsyen, sepse ka një përplasje direkte me instinktin njerëzor. Në moment që ne hymi, pra, për shembull kur jemi tek namazi, kemi një provë ose një përballje me kohën, tek ashtu. Nëse jemi te zeqati, kemi të bëjmë me pasurinë, ashtu edhe te haxhi, por kur jemi te agjerimi, kemi një përballje direkte me instinktin njerëzor, e që është ushqimi, pija edhe egoja. Për aty është fillimisht ne fillojmë me një luftë të mbrendshme, pra me gjetë vetën tonë, që shumë e rëndësishme në agjerim, ajo për të cilën neve ndoshta jashtë agjerimit na tërheq dikun tjetër, siç është epsi, siç është egoja, ose ajo që në gjuhën fetare njihet si nefs, ku thot Zoti inna nefse la'amaratun bisu, se nefsi, egoja, pjesa e errët e jona na urdhon për së keqi. Andaj kur vije Ramazani pikërisht provon me ushtru besimtarit drejt këtij elementi teje të rëndësishëm që është durimi, një element që Zoti në porosit dhe profeti Muhammed tejet shumë. Dhe durimi në këtë rast vjen nga bindja, apo jo? Duhet ta kultivojmë vlerën. Pastaj dietarët durimin kur e kanë ndajnë shumë interesant prap në 3 lloje. Ka thënë durimi përballë bindjeve fetare që janë, ato që Zoti na fton, o ju që keni besu, siç është në këtë rast edhe agjerimi, pastaj bindja përballë mëkateve, ikja prej tyre, mos t'ju afru disa zona pra që janë të ndalume, dhe bindja përballë caktimeve kozmologjike që Zoti i ka caktuar, pra siç është vdekja, pra edhe ndryshimet që ndodhin në këtë gjithësi. Shumë interesant, Bujari Ibn Qayyim e ka përmend, Zoti e mëshiroft, thotë se durimi tek bindja, tek nënshtrimi ndaj Zotit është më i vlefshëm, edhe tek largimi nga mëkatet, më i vlefshëm durimi tek këto 2 llojet se sa durimi tek përballja me caktimet kozmologjike që janë kaderet e Allah xhela taala. Për shkak thotë se këto 2 të parat i bëmi me bindje, me dëshirë, me vullnetin ton. Siç është agjerimi pra në këtë rast, ne duromi gjatë një intervali kohor, por këtë e bëmi mbi bazën e një vullneti dhe një bindje imanore që ne e kemi me një lidhje pra vertikale me Zotin ton. Dhe përmendet që në këtë rast edhe durimi
si aspekt i praktikës apo i pjesës etike të besimtarit testohet. Si testohet durimi gjatë agjërimit? Si ta dim se po durojmë, se nuk është diçka që kërkohet të bëhet patjetër. Është e bukura e durimit është se i mjafton besimtarit si një rikujtim për veten e tij, për gjithë neve, inna Allaha ma sabirin, se Allahu është me durimtarët. Shpesh herë bujar ndoshta durimin, kur folmi për durimin, për sabrin, ne ndoshta nga një herë dhe e kalomi sikur me shaka, se e krijomi një farë atmosfere në përkëmbë durimin, por durimi është tejet një vlerë e madhe, edhe për ata, kur jemi tek etika, tek pjesa, sepse është një trekant që lidhur mes besimit, dispozitave dhe etikës. Aty kur nuk funksionon ky trekant, dije se kemi dikun problem. Ose kemi në njërën për këtyre. Me njëherë, në islam nuk ka mundësi, aty ku ka iman, ka dispozit dhe ka etik, norm, pa tjetër duhet. Është një trekant që funksionon të bukur nëse ne i nënshtromi kriterëve dhe të përcaktuar fetarisht nga ana hyjnore, pra nga ana e Zotit dhe profetit Muhammed. Dhe në këtë rast testi për uri dhe etje, pra durim në këtë rast, është i kuptueshëm. Ne durojmë nga syfyri deri në iftar. Edhe ky nuk është të gjithë besimtarët e dinë bazë mësimeve që ka Kurani dhe Sunetin, e dimë se nuk është kjo finalja. Finalja vjen tek pjesa tjetër, tek pjesa etikës. Kjo është, sepse nëse ndalemi ne dhe i shikojmë tekstet fetare, sidomos hadithet profetike, shumica e tyre flasin për etikën e agjërimit. Përveç atyre që flasin për dispozitat, norma, të dinjën, kriteret të përcaktuara. Pra, që përfshin kontrollin e gjuhës, sjelljes, formën e komunikimit, vetë kontrollit, vetë disiplinës, ndikimet psikologjike që duhet të ketë shpirtërore, agjërimi e kështu me radhë. Ajka e agjërimit. Ajka e agjërimit, edhe për ato ne edhe vetes sonë, edhe nëse një antarit familjes e shohmi kur agjëron dhe shohmi që bën diçka të pahishme, menjëherë i themi, a ja agjëru shumë apo jo? A ndoshta mundet më përgjigj po, por ne me njëherë duhet me pas gati edhe përgjigjen tjetër që të themi mos e, unë i them kështu xhamatit i them mos ta djegmi agjërimin ton me diçka që nuk i ka hije. E prishmi imazhin e tij. Është teje do të thonë se pra durimi brenda agjërimit. Dhe robi është krijesë përkujtuese hoxh. Po. Kemi nevojë edhe ta përkujtojmë njëri tjetrin vazhdimisht. Nuk ka dyshim. Për sabër, për durim, për kujtim që jemi brenda një adhurimi madhështor, siç është agjërimi dhe zgjat me orë të tëra, nuk është në një periudhë caktuar sikur e përmendet namazi e të tjera. Dhe kur jemi vazhdimisht hoxh në përkujtim të durimit gjatë agjërimit, a krijojmë një disiplinë më të mirë shpirtërore për ne dhe të mjaftueshme që pas Ramazanit ta kemi këtë cilësi, siç është durimi. Po këto është testi më i madh për neve. E dinu nasiha, thot profeti Muhammed, paqja bekimit Allah qofshin mbi të, se feja është këshill. Unë ja përmenda edhe xhamatit. Kjo është këshilla e 4 që jap unë. Një këshillë që më dhon para namazit të xumas, hutbja e xumas, pastaj para namazit të ravive e kryta këshillën edhe. Dhe kjo përmes mediumit. Mediumit ju që janë mirënjohës për këtë. Edhe këto janë e bukura e fesë, sepse ka këshill brenda fesë, kjo e ngrit moralin e besimtarit, kjo na rikujton neve domosdoshmërinë e paisis ose që ne të veshim petkun e moralit edhe etikës gjatë këtij muaji, ashtu siç dukemi pra në këtë muaj, dhe testi duhet të vazhdojnë sepse kjo është shkollë, e mësimet e shkollës vrehen vetëm atëherë kur ne dalmi prej bankave të saj, kjo është te domosdoshme për neve. Aspekti praktik. Praktik, nuk ka dyshim. Dhe i vazhdueshëm. Hoxh, në anën tjetër e përmendet edhe durimin përballë mëkateve. Po. Si bëhet? Durimi përballë mëkateve është kur ne rrim, sepse në Islam është një rregull që Islami preferon preventivën para ndëshkimit. Çdo herë. Pra ato do të gjejmë përballë mëkateve, do ta gjejmë mos ju afroni. Kjo është më e rëndësishme në Islam, është preventivi se sa ilaçi shërues
pasi në të bimi në mëkat, qoftë në këtë botë ose botën tjetër me ndëshkim. Feja na këshillon për parandalim. Parandalimin gjithherë. Pra ata Ramazani vjen edhe si një shkollë në vetën e saj, kur ajo na mban larg mëkateve. E shihni për shembull kur marrmi abdes, nëse pastrohemi gjatë ditëve kur ne jemi agjërueshëm, si jemi të kujdesshëm për shembull që mos ujon po depërton. Mos gabojmë pra. Mos gabojmë. Kjo është ajo e bukur e agjërimit. Për shembull, gjitha pyetjet që janë sikur te pastrimi i dhëmbëve, rregullimi i dhëmbëve, të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me çështje mjekësore, janë në interes të besimtarëve për mos me prish agjërimin. Dhe Ramazani na thot me një gjuhë të thjeshtë, shumë të logjikshme. Kur ti o besimtar, patë mundësi të lash ujin edhe ushqimin në këtë rast, që në esencë janë të lejuara për ty për një interval kohor, ti në jetën e përditshme si besimtar i ke disa zona e që në gjuhën e fesë njihen si harame, duhet që mos të hysh në ato zona, rrisa ma larg atyre, po ju afrova atyre, po hynë në to, pastaj na qel edhe neve punë, i qel edhe fejes, do të trajtem, rehabilitem, mjekim, ilaçe e kështu më. Pra, kur je i gatshëm të durosh përballë dëshirave të natyrshme, atëherë duro dhe përballë atyre që janë të ndaluara. Po, sepse ashtu siç vjen shpërblimi për agjërimin, për durimin që i kemi në këtë jetë, do të vijë edhe shpërblimi për ato që ne pra i largohemi gjatë jetës sonë përditshme, pra që janë mëkatet ose haramet që njihen në fejen tonë. Po pra. Dhe tashmë kemi hapur linjën për telefonuesit tanë që mund të inkuadrohen, të i drejtohen hoxhës me pyetje. Në fakt kishim telefonat që dështoj, na vje keq, do të mirëpresim telefonat të tjera, por kemi edhe mesazhe apo regjia mjofton se kemi më njëherë një tjetër telefonat që do ta inkuadrojmë. Alo? Alo? Ka ikur, na vjen keq. Lexojmë një mesazh, thotë a duhet të agjëroj një nënë e smur që merr barna apo është më mirë ta ndërpres agjërimin? Ja. Prej kritereve për mos me agjëru besimtare në këtë rast është edhe çështja e shëndetit ose smundja. Smundja është prej atyre faktorëve që e lejojnë njeriu të mos agjërojë. Kuptohet kush e përcakton smundjen, fillimisht përcakton diagnoza, pra mjeku i besueshëm, jo ne, sepse një kokëdhimbje, një dhimbje e lehtë e momentit që vjen, nuk do të thotë që besimtari duhet të mos agjëroj. Por nëse një diagnozë, një smundje e rëndë, në këtë rast agjërimi do të rëndon shëndetin dhe më shumë, çdo besimtar dhe besimtare e ka jo vetëm që duhet, po e ka obligim që mos të agjëroj. Për ndryshe, nëse agjëron me këmbgulje ose me këmbguljen e tij se unë po du me agjëru, duke anashkalu këshillat mjekësore, në këtë raste mund edhe të bie edhe në mëkat. Tutja thotë është haram fitimi nga puna e dytë nëse në kontratën e punës së parë është e ndaluar të punosh dikun tjetër pa i njoftuar ata, edhe pse i përmbush të gjitha obligimet në punën e parë. Allahu e di më së miri, por nuk di që në kontratë ka të drejtë të ndalon të punosh dikun tjetër. Pa mund të ekzistojnë marrëveshje të brendshme. Po, marrëveshje të brendshme, por përderisa në atë orar të punës, nëse ti nuk punon, por punon punë tjetër jashtë orarit, lejohet. Por në rast që ke ndonjë kontratë, në këtë rast nuk diçka më specifike. Po, më specifike, ndoshta është të sqarohet më mirë, do thotë në mënyrë më personale me ndonjë hoxh tjetër që ka më të afër. Vazhdojmë tutje, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A jeni mirë që shene? Mirë, faleminderit. Po ju? Mirë, faleminderit. Kam një pyetje për hoxhën. A më shma spjegu punën e kokrave që i konsumojnë a shembull në rgu, injeksioneve, pak ma gjera, vetëm për me ditë. Që kanë, të më thënë, pyetja ka të bëjë me agjërimin. Po, me agjërim. Tash jena agjërueshëm edhe shembull tash e kam një farë gripe dhe më ka gjadin smut, po nuk jam të dosh me prish agjërimin. Janë të borna që duhet me përdor çdo 8 orë shembull. Duhet me përdor edhe gjatë agjërimit, sa janë po s'po di shumë edhe.
Faleminderit. Selam aleikum. Faleminderit. Aleikum selam. Mi presim telefonatën e radhës, apo do të vazhdojmë një herë me përgjigjen. Po hoxh? Se i përket injeksioneve, injeksionet ndahen në dy grupe. Janë ato intramuskulare, intravenoze, pra ato që jipen në muskuj dhe ato që jipen në vena. Ato që jipen në muskuj nuk e prishin agjërimin, sepse nuk janë ushqyese. Kjo është, do thot, me të gjithë dietarët, do thot, kanë ndranë në ujdi, pastaj mbetet problematike injeksionet të cilat jipen në vena. Nëse ato janë ushqyese, e prishin agjërimin, dhe ka edhe për atyre që jipen në vena, si që është kontrasti pra kur e bëjnë një MRI, një CT, injekcionet që janë për këto raste nuk e prishin agjërimin, sepse kjo nuk është injekcion ushqyes, por është një injekcion që e luan një rol të caktuar në këtë rast, pra të kontraste së kurime, do thot për me kry këto rrezatime që bëhen, do thot fotografimet, si CT-ja ose MRI-ja të ngjashme me to. Çka duhet të bëj një agjërues, si duhet ta di, sepse nuk gjithë agjëruesit nuk mund mi majt men, por ta shumica falë, do thot, kontributit fillimisht të hoxhallarëve, që kanë një bashkëpunim me mjekët, të shumica e mjekëve e din. Pra do ta pyet mjekun, a është injekcioni ushqyes apo jo? Nëse mjeku i thotë që nuk është ushqyes, për shkak dhimbjeve, për shkak gripeve të caktuara, mund të më marrë dhe nuk e prish agjërimin. Në moment që është ushqyes, ai e prish agjërimin. Pastaj barnat në shumicën e rasteve duhet të konsultohet me mjekun e tij, sepse ka disa barna që mund të mirën në syfër dhe në iftar. E ndron kohën e të tyre edhe përdorimit të tyre. Përmendni çdo tetor që mund të jenë tazëm antibiotikët, që duhet përdoren strikt. Atëherë si të veprohet? Jo, nëse ajo është, do thot, që hyn në brendësinë e njerit, pra e pin atë sufat, ilaçin në këtë rast, atëherë ajo e prish agjërimin. Përveç sufatave të cilët janë të shtypjes, që vendosen në gjuhë, këtu ka mos pajtim mes dietarëve, por Allah e di më së miri, këto sufata lejohen mi përdor. Në raste kur agjëruesi ka shtypje në lart, lëviz, atëherë i lejohet me vendos në gjuhë dhe nuk e prish agjërimin. Por ato që hynë në brendësi, pra në lukth, i përbim me ujë, ato e prishin agjërimin. Në këtë rast, nëse gjendja e tij e agjëruesit pra vështërsohet, e ka lehtësim prej sheriatit Zotit që ai ta prish ato ditë, ti përdor ato ilaçe, pastaj do ta kompenzoj agjërimin e tij pas Ramazanit. Vazhdojmë tani me telefonues të tjerë, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Do është një pyetje të bukur. Po. Ju lutem edhe pak ngriteni zërin e telefonuesit regjia. Nëse unë një ditë agjërim për shkak të punës të raunë, më me kompenzu pas Bajramit, do është të lajme pranë. Qartë. Faleminderit. Marrim një tjetër telefonat. Alo. Po. Disa me arbo të hoqës dhe pytje. Po. Unë sëm të agjerej Ramazanin, se jam pletërë, pletë me shiqerë dhe e kam izerinën edhe do të me pagu. Do më thënë nuk agjeron vetëm pse merr insulin, apo ke edhe probleme tjera shëndetësore? Ja, kam shiqerin, se më bjen, në 2-3 orë më bjen shiqeri. Po. Edhe s'moj me, ase e s'ta do të me pagu, në pimergatës. Në qartë. Faleminderit. Vazhdojmë një tjetër telefonat, alo? Ju lutem që të largoheni nga televizori, apo t'ja ulni zërin. Alo, Noni? Po, më kam të flas? Keni telefonu në emisionin Dritarja e Agjëruesit? Po. Keni pyetje për hoxhën? Po, do të më bëni pyetje hoxhës. Po. Tash që kemi dhe analizën e në fund, dhe më hëmë në shtunë në ashme, kemi dhe analizë për të punës janë. Ne jemi gjerushëm. A për ishë punë në bëhë të analizë... Pra në punë ju kërkohet të bëni analiza, po? Po, kemi dhe analiza
Dhe, po pyet, a është prish agjërimi? A prish agjërimi. Faleminderit. Mirë presim telefonuesin e radhës, alo? Tërë do të vazhdojmë me përgjigjet. Thot, për shkak të punës së rënd, e ka humbë një ditë agjërimi, si me kompenzu pas Bajramit? Bëjarë të drejtën për me leju dikon prej agjërimit nuk i kemi ne, hoxhallarët, por këtë e ka në dorë vetëm feja e Zotit. Ati që ja ka leju Zoti për mos me agjëru, ata janë të lejuar, për ndryshe nuk ka askush kompetencën që t'i thot dikujt mos agjëra. Secili merr përgjegjësinë dhe barrën për veten e tij, siç është në këtë rast personi në fjalë, për shkak punëve të rënda që i kanë disa vllazër tonë që punojnë, do thotë, në qovë ndërtimtarie ose në sektore të tjera, por në këtë rast, pasi ky vetëm e ka ngrana ditë, pra për shkak të asaj arsyes, ky duhet fillimisht mu pendu te Zoti, sepse e ka prish për agjërimin e tij që sheriati nuk ja ka leju në këtë rast, dhe duhet ta kompenzoj ditën pas Ramazanit. Duhet një ditë për një ditë, nuk është diçka tjetër. Kërkoj falje te Zoti dhe ta kompenzoj ditën për cilën ai vetë e ka hangër gjatë Ramazanit. Për shkak të diabetit, thot nuk mund të agjëroj, si të bëj shpagimin edhe mes, duke qenë se po jeton në diasporë. Shpagimi fidja në këtë rast mundet me qenë çdo ditë, por kjo është e vështirë me bë, do të me ushqy nga një person, mundet me bë me nda nga 10 ditë, 10, por më e lehta është në fund të Ramazanit mund të jep pra për aq ditë, për 30 ditë nga një vitër. Pra qysh i pagun vitrat, i pagun edhe fidjen, pra i grumbullon të gjitha dhe i dhuron pra në vendin ku e jeton. Nëse është në Kosovë, i dhuron në Bashki Islame, i përcakton që janë të fidje. Nëse është në ndonjë vend tjetër, pastaj drejtohet tek xhamia ose institucioni i cili mirët që është përkatës për këtë çështje. Pra për çdo ditë agjërimit ai e ka për obligim për me dhënë nga një ushqim, nga një fidje ose një vitër, për me kuptuar më lehtë. Qartë. Kanë bërë analizat në punë, është prish agjërimi apo është në rregull? Po, sa i përket nxjerrjes së gjakut nga trupi i njeriut, ajo është dy lloje. Pra gjaku i cili nxirret për analiza, qoftë ai që mirret në geshtë që është për pasqyrë pra, ose gjaku i cili mirret për analiza për një sasi pak më të madhe që mirret pra nga krahu. Në këtë rast nuk i prishin agjërimin asnjëra, dhe është pjesa e dytë që nxirret e gjakut ton kur ne e dhuromi gjakun për raste të smundjeve emergjente që kemi shok, familjar, miq e kështu me radhë. Sa i përket dhurimit të gjakut, dietarët kanë rënë mos pajtim. Një pjesë e tyre, sikur shkolla hambelite, thonë që dhurimi i gjakut e prish agjërimin. Në këtë rast ai që dhuron sipas tyre gjak gjatë ditëve të agjërimit që kërkohet urgjent, pra dhuron gjak dhe e kompenzon këtë ditë pas Ramazanit sepse e ka prish agjërimin e tij, edhe pse thonë ky e merr shpërblimin sepse e ka shpëtuar një jetë. Ndërsa në shkollën hanefite, sipas mëdhëbit hanefi, nuk e prish dhurimi i gjakut, nuk e prish agjërimin nëse kërkohet pra as analiza e as dhurimi i gjakut. Po, nuk e prish agjërimin. Qartë. Vazhdojmë tutje, do të lexojmë një tjetër mesazh. Kemi mesazhe të shumta, thotë a duhet mirë lexuam për këtë nën, thotë është në rregull që i zoti i shtëpisë në kohën e iftarit të përdor fjalë të pista dhe të përplas ose hedh gjëra jashtë. Ja, nuk është e hish. Është në rregull. Nuk është e hish. Dihet kjo pa e vetë hoxhin heq. Vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta me apo hoxhës një pyetje. Po? Dishta me ditë që shfolet fardhi i namazit në shtëpi për shembull për 2 grau. A do të më fol krah për krah, a do të njëna për para dhe njëna për mas, edhe a llogaritet folja me 2 persona sikur folje me xhamat. Faleminderit, do t'ju shpërbleft. Amin edhe juve. Po, si duhet të vepruar? Po,
Namazi me xhamat përveç disa dietare ka potencu që namazi me xhamat mirë vlera e tij vetëm në xhami. Por e vërteta është se mirët edhe në çdo vend, pra në faltore, në vend falje, kur ne falim në shtëpi, në vend punës e kështu me radhë, mirë është shpërblimi i namazit me xhamat që është pra 25 ose 27 sevape më shumë. Në këtë rast femrës i lejohet të dalë imam, pra t'i pri femrave dhe falet, do thot ajo e para që del imam, e dyta do thot tërheket rënën anën e djathtë të saj, por jo në drejtim të saj. Tërheket do thot pak më mbrapa dhe falen pa problem. Dhe nëse ajo është që në këtë rast, sikur namazi i akşamit, namazet me za i lejohen pra të lexoj me za, kuptohet gjithherë kur është në ambientet siç është shtëpia, ndonjë ambient i mbyllur pra, i lejohet asaj t'i pri 1, 2 ose edhe më shumë grave me xhamat. Pra femra i prin femrave në këtë rast. Një pyetje që vjen nga diaspora, thotë si mund ta përballoj depresionin e gurbetit dhe frikën se mund të vdes në tokë të huaj. A ka ndonjë lutje që Allahu të më mundsoj të kthehem në vendlindje? Allah i ruaj gjithë vëllezërit tanë që janë në diasporë. Amin. Një ndër derët e tyre ka, do thotë sepse toka e huaj nuk të le rehat. Disa e menaxhojnë këtë pjesë sepse kanë familjar të shumt atje ose kanë lind atje dhe mundohen me menaxhu më lehtë. Disa të tjerë që kanë shkuar më vonë, ndoshta që rritë në Kosovë ose në trojet tona, e kanë pak më vështirë. Këtë e din çdo person i cili ka jetuar jashtë vendit të tij, qoftë edhe ne si student kur kemi qenë një tokë të bekume dhe megjithatë por ajo është tokë huja. Andaj unë me një si këshill për vllaun tonë dhe gjithë vëllezërit që i kemi, motrat tona, ta lutin Zotin në çdo rast, në çdo namaz që bën, që Zoti t'ia mundsoj pra të kthehet në vendlindje, por kjo nuk i mjafton. Duhet me marrë dhe shkaqet sebepet, pra të rregulloj çështjet, nëse ka ndonjë buxhet të caktuar, të mendoj se si ta ndërton një projekt, një investim. Dhe gradualisht të kthehet. Gradualisht në Kosovë. Sa i përket çështës së vdekjes, ajo pjesë nuk duhet të lodh me asaj, as ne, sepse Zoti thotë se ju nuk e dini se ku do t'ju takoj vdekja. Mundemi ne me që jetomi në Kosovë, me udhëtu me ardh me shku në Zvicër ose dikun tjetër edhe me na gjet vdekja atje. Kështu që kjo pjesë nuk është pjesë që na takon neve, nuk kemi nevojë çam mos shqetësu, dhe shumë e thjeshtë me menaxhu. Këtu nuk e kena në problemin, e kena ajo pjesa tjetër. Zoti i rujt kudo që janë. Amin. Vazhdojmë tutje. Alo. Alo. Po. Po desha të bëj një pyetje hoxhës. Po. Në cilat sejdë bëhet lutje, domethënë pasi që bëhet 3 herë pa Allah subhanahu wa taala, cilat bëhet lutje, nga pyetja e parë. Po. Edhe dyta, është arsyeshme se sadakatit i jepet të smurit. Vitrat me dhënë një të smuri, apo? Po, në vitrat të fundit po. E qartë. Pandet. Hoxh, lutja në sejdë? Lutja në sejdë, subhan rabbil ala. Pas kësaj? Po, pasaj lutet edhe lutje tjera, por jo në gjuhën shqipe. Unë nuk jam për atyre që jam fetfa, që lutja duhen namaz që janë, duhet të bëhen lutje, pra në gjuhën origjinale, që është gjuha arabe, pastaj jashtë namazit do të lutemi në gjuhën tonë. Po brenda namazit do t'i respektojnë rregullat e lutjeve. Po do më nashti me mësu arabishtën hoxha? Qysh? Jo, janë lutje të vogla, lutje të thjeshta, mundën me mësu. Keni fjallën për namazet farz apo në të gjitha namazet? Unë për vetin në të gjitha namazet e shoh. Pastaj, elhamdulillah, që çështja e lutjes është e hapur, mas namazit edhe vazhdojmë. Ngrisim duart edhe jemi të lirë. Elhamdulillah. Pastaj lutemi në gjuhën shqipe. Vitra thot për të smurin? Vitrat, të smuri duhet me ndihmu, nëse i smuri është, duhet me ndihmu me sadaka, pra me lëmosh, duhet me ndihmu nëse kemi familjar, duhet me qëndru afër, ta përkrahim moralisht,
pra edhe në aspektin ekonomik, ndërsa vitra tipën do thotë institucionet që janë përkatëse, siç është Bashkia Islame, në këshillat e Bashkisë Islame, aty i pën vitrat ata menaxhojnë, pastaj ne nuk i lëmi të afër mitet tona, të smutit tonë që të vinë deri në atë nivel pa me vitra, po ndihmojnë në forma tjera. Edhe gjatë gjithë vitit. Edhe gjatë gjithë vitit. Vazhdojmë tutje, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën nëse ka mundësi. Po. Për zekat desha me pyet, për shembull parat e kursimit fëmijëve, ku vetëm njëri për tyre, domethënë e mrin shumën e nisabit, dhe të tjerët veç jo, domethënë a duhet për me dhënë zekat për këta, edhe a bashkohet pasuria domethënë e prindit me të fëmijëve, sepse domethënë tani kur të bëhen bashkë bëhet një shumë goxha e madhe. Qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxh, zakati nga kursimet e fëmijëve? Allahu edhe më së miri, këtë pyetje e pyet kur vjen Hoxha Lukman. Pa. Nuk e di. Për momentin nuk sidomos te çështja e grumbullimit pasurisë, a konsiderohet ajo pasuri brenda një shtëpie në këtë rast e fëmijëve dhe prindit, nuk e di. Kur vin disa xhallar tjerë mundet m'ia parashtru, Allahu edhe më së miri. Në rregull, dhe ne do ta ruajmë këtë pyetje për Hoxhën Lukman me orientimin tuaj. Ndërkohë do të shohim, kemi mesazhe. Gjithmonë e theksojmë se telefonatat kanë përparësi për inkuadrim, por për momentin do të lexojmë disa mesazhe. Thotë si duhet të veproj kur pas 21 vitesh martesë përballen me presion dhe thashëtheme nga familja e burrit, që ndikojnë edhe te burri dhe ai nuk më lejon të vizitoj as motrën. Këto janë bujar, këto janë jashtë thotë kornizës sonë, do thotë natyrës që ne e ka emisioni. Këto janë zakonisht konsulta që kjo duhet të bëj me dikon prej qoftë xhallarëve, psikologëve që kjo i beson kjo motër ose ndonjëri ta afërm, sepse kjo hapësirë nuk na lejon se duhet me ditë ne më thellë. Pra këshilla është që t'i drejtohet një hoxhe, po, që ka më afër në mënyrë private, në detaje. Po, sepse ne në këtë rast duhet me ndëgju të dy palët, ndoshta bëhemi të padrejt për me hyrë në këto çështje, sidomos çështjet familjare që janë teje të ndihshme. Po. Pyetja tjetër thotë, a është gabim nëse namazin e yacis e fali sapo të hyj koha, sepse për shkak të lodhjes dhe një proteze në qafë nuk mund t'i fali taravit? E fali yacin dhe mjaftohet me kaq. Po, mjaftohen me normal, nëse në moment që hyn koha, në rregull është, e fal namazin e yacis, por namazin e teravive mundet me fal edhe vetë në shtëpi, duke qenë edhe ul. Mundet me qenë në pozicionin ul, si që jemi unë edhe te, drejtohet ka kibla edhe mundet me bë sejdën rukun, nëse nuk mundet edhe 20 recate, s'paku në të mundohet që 8 recate në t'i falë. Ull, duke nejtë, se ashtu kështu ka me qëndru ull, pozicionin që i përshtatët ati namazi, qoftë ull, ose edhe shtrit, ose pozicionin që i përshtatët për shkak problemit që shëndetësor që e ka. Por në të mundohet që mos t'i lojnë dhe thot pa i falë të ravit. Qartë, vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Atikat për fëmijë që banë kur të lind djalli shembull. Me prej kurbanin, a do të me shpërnda, a do të me bë drejt me këtu farefisin? E qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Përpresim telefonuesin e radhës. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Pata një pyetje për hoxhën, a bën? Po? Vitin e kaluar e kam dhënë zakatin muajin maj, tash pata çef me dhënë në Ramazan. A është e lejueshme apo do të më prit muajin maj? Edhe në ços edhe tash të më dhënë zakatin i familjes krishtere, në këtë rast familjes Grostem, se ato janë keni shkruar edhe me mesazh dhe kemi trajtuar këtë pyetje. Por do t'i përgjigjet hoxha sërish. Faleminderit. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Vazhdojmë tutje, alo?
Mirë, u kthehemi pra përgjigjeve, thot akika. Pyetjet e zeqatit lirisht I ka lënë, do thotë nuk e qartë. Akika me shpërnda apo me bodrek? Akika është një thirrje e kurbanit në moment që Zoti na gëzon me vajzë ose me djalë. Do të më ditë edhe këta, se nuk është akika vetëm për djalin, është edhe për vajzën, foshnjën që vinë, prehet 2 kurbana për djalin, 1 për vajzën. Nëse s'ka mundësi prehet edhe një kurban për djalin, një sikurse për vajzën. Dhe ajo që është e preferuar në akik duhet që të bëhet darka. Pra të prehet akika, therrët kurbani, elhamdulillah që ka tash persona të cilët mirën me këtë çështje, edhe sjelljen e gatshme të shtëpia. Këto është ajo, ndoshta edhe një prej atyre urtësive të akikës që të mbledhet familja gjithë, do thotë familja e ngushtë, dhe të hanë prej atij. Ashtu nga djalë dhe nga nusja, mbledhen edhe e hajnë këtë akikë dhe gëzohen edhe një shej falënderimin ndaj Zotit me ardhen e këtyre dhuratës pra që kanë ardhur fëmijët në jetë. Qartë, vazhdojmë tutje, alo? Urnone? Kam një pyetje për rrugën. Po? Desha me ditë që akum obligim të zakatin pa të komunisë me një radit më shku. Akum obligim. A ke obligim zakatin për? Se e kam një fëmijë të smur që e invadit, a është obligim me dhënë zakatin apo jo? E ke qartë hoqë? Po, ke qartë. A, kupton? Po. Faleminderit. Kemi një tjetër telefonues, urnane? Iku. Pra në këtë rast? Po, zeqati si dispozit nëse arrin shumën, pra personin fjalë, edhe është për atyre që e jep zeqatin, duhet me nxjerr zeqatin. Pastaj trajtimi ose problemin të cilën e ceka është problem në vete. S'po dojnë pyetjet e zekatit hoqë. Mirë, do të vazhdojmë me një tjetër mesazh I cili flet për zekatin, jo po për një çështje tjetër. Thotë është vërtet që është mirë të hahet hurma tek, pra numër tek. Po, është preferuar, është sunet I profetit që të hahen hurmat pra tek. Tutje thot, nëse fali taravit në shtëpi dhe lexoj Kur'anin në gjuhën shqipe, a kam shpërblim? Si bëhet hatmeja e Kur'anit? Pra 2 pyetje janë këtu. Hatme, plotësimi I Kur'anit pra nga fillimi, nga surja Fatiha deri në Nas, është për qëllimin pra që ta lexojmë Kur'anin në origjinal. Musafin pra të lexohet në gjuhën origjinale që është në gjuhën arabe. Kjo është një ajo hatme që synojmë ne besimtarët ta lexojmë jashtë Ramazanit, po sidomos në Ramazan. Ndërsa sa I përket leximit të Kur'anit I përkthyer në gjuhën shqipe, ai është përkthimi I Kur'anit, pra nuk është musafi, për ata lejohet, ky që është I përkthyer në gjuhën shqipe lejohet të kapët, do thotë edhe pa abdes, sepse nuk është musaf dhe nuk ka dyshim se nëse e lexon edhe gjatë Ramazanit, ke problem. Qoftë Kur'anin ose diçka tjetër, kryesore është që angazhimi në kohën sa jemi agjërueshëm të mirë me gjëra të cilat na bojnë neve dupi. E po ashtu tha I fali taravit në shtëpi, a kam shpërblim? Në esencë namazi taravive duhet ose preferohet të falet me besimtarët në xhami, por nëse ka arsye, atëherë vlen edhe kur besimtari fal vetë në shtëpi. Nuk ka problem. Vazhdojmë tutje me telefonuesin tjetër, alo? Po, alo? Po? Kam një dy pyetje për Hoxhën. A bani majtë lundet mure edhe një nani që për kam nujnë? Nuk është e qartë pyetja e parë dhe njëherë lutem? A bani majtë lundet mure? Lulet në mur? Po, edhe një nani që a nujnë. Në dy të Edhe tjetra pyetje? Tjetra, namazit taravijës, ku dim me bo njerë në falën. A do të në fund me lute me keta, mi të në nësë selam të në manisë 2 tjerat. Kjartë. Edhe një, ban me falë, me të spidovën edhe të spit minirë. Kur?
ku ta falë namazin e taravijës e duket e natës si vanë E qartë. Po edhe djemza më gutë pesh ku të falë në E qartë. Faleminderit shumë. Mirë presim një tjetër telefonues. Alo? Alo, noni? Shkutur, na vjen keq. E tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, më pas rikthehemi për të marrë përgjigje nga hoxha lidhur me këto pyetje, por edhe do të mirpresim telefonata të tjera. Qëndroni edhe më tej me ne. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin Dritarja e Agjëruesit. Me ne në studio është Hoxh Rashid Zulfiu, me cilin do të mirpresim edhe më tej telefonatat tuaja. Ishte pyetja për lulet, a bën me i mbajt në mur? Po bën. Mur edhe në tokë. Lulja zbukurim për shtëpinë, s'ka diçka të keqe. Pyetja tjetër thotë si falet për namazit të ravive? Namazit të ravive fillimisht falet jacia, namazi jacijës, pasi të kryhet suneti 2 pas farzit, fillojnë me falë namazin e të ravive. Deri në fund, pastaj falet namazi vitrit, dhe në fund bëhet lexohet të spidova, ngrehen të spit, pra bëhen të spit, edhe bëhet lutja në fund. Kështu përfundon namazi të ravive. Dhe gjatë namazit të ravive nuk thuhet të spidova, pra pas çdo recati. Jo, nuk thuhet. Ne vazhdon. Selami. Pas çdo selamit vazhdon me recate të tjera. Dhe thot lemza, thot nuk më lë të qetë në namaz. Nuk e di përbes, çka ti them këtu. Tjetë pra më shumë aspekt shëndetësor. Vazhdojmë tutje, do të lexojmë një tjetër mesazh. Kohët e fundit po përjetoj paralizë gjumi, nuk mund të lëviz ose të flas, ndjej presion në gjoks dhe ndonjëherë shoh apo do gjej gjëra që nuk janë reale. Si mund ta përballoj këtë gjendje? Të gjitha këto probleme shëndetësore që kanë të bëjnë psikologjike, vëjar duhet të drejtohen tek personat kompetent që janë. Fillimisht duhet të vizitohet një psikolog për të kalimin e kësaj situate. Nëse situata është e rëndume, pastaj shkon tek psikiatri, nëse edhe ajo është e rëndume, shkohet tek ndonjë neurolog e kështu me radhë. Por nuk duhet që të anashkalohet ose nënvlerësohet kjo çështje, që janë nganjëherë tetë serioze, por mbetet në fatin ose në ato konsultat brenda familjes që janë, pastaj vjen gjendja deri tek që i rëndohet personin në fjalë dhe mjekimi i tij vështirësohet, por duhet të drejtohet tek personat kompetent që janë, siç e përmenda psikolog ose ndonjë psikiatër në vendin ku jeton. Besoj që do t'i ndihmon. Pyetja tjetër thotë është më e preferuar që gruaja me fal teravi në shtëpi apo në xhami? Në varet do thotë nëse në esencë gruaja i fal namazet e teravive në shtëpi, por kur ka xhami afër, do thotë ka hyrje të xhamisë, pra ku nuk përzihet me gjinien maskullore, veshet ashtu siç i takon besimtares të vishet pra nga shtëpia e saj deri tek xhamia, nuk ka problem edhe të prezantojnë namazin e teravi. Vazhdojmë tutje, lejohet të jepet vitri një familje ku gruaja është e ve dhe jeton vetëm me 2 vajza, ndërsa vajzat tjera i ka të martuara. Si që përmenda, vitrat ipët në dorën të personave kompetent që janë, si që është Këshilli i Bashkisë Islame në qytet, pastaj në këto raste duhet me gjetë metoda tjetër, sepse nuk besoj që mundemi t'i ndihmojmë familjarëve tonë ose njerëzve tonë vetëm me vitra. Një tjetër mesazh thotë lejohet me ndërprej agjërimin kur të bie sheqeri. Po, mendoj që po, në rastet me diabetik që janë, në rast që i bie sheqeri duhet të reagoj, për shkak se kjo mund mi sjellë dhe probleme tjera shëndetësore. E prisha ditë, pastaj nëse është që agjeron do e kompenzoj ditëve tjera.
Kemi telefonuesin e radhës që do ta mirëpresim. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam Albert, si je? Alhamdulillah, po jo. E ke rallu telefonatën këtë emision, po më duket. Ma mirë është me mëngu, të njerë. Allah të trujt. Si po kalon? Alhamdulillah, të ju ngu juve, tash, përshëndes, edhe juve po jarë, edhe huve që në rashit, zo karakteristik, diqysh, zo shumë i but, kështë që kam vetëm përshëndetje dhe pse për këtë pyetjes fundit diçka për diabet, vetëm du me rikujtu se Islami nuk ka orë për me mbyt njerëzit, por vetëm për mua lehtësu çdo gjë njerëzve. Faleminderit shumë për këtë telefonat. Do të më pas parasysh. Allah ju shpërbleft, përshëndes ju aty në gjithë dhe shikues të dëgjuesit. Selam aleikum. Aleikum selam. Është telefonuesi i rregullt Alberti, i cili gjithmonë është konstruktiv në emisionet tona, ndërsa ne do të vazhdojmë tutje me mesazhin e radhës, do të aprish agjërimin medikamenti i presionit në mëngjes me pak ujë. Po, si që përmendëm edhe më herët. Me pak ujë, thot në këtë rast. Po, me pak edhe me shumë ujë, në moment që hynë në brendësien tonë, pra, qoftë ushqimi, sufatat, të ngjashme to dhe uje, atëherë vetë se e ke prish agjërimin. Por në këtë rast, nëse ka mundësi, pasi të konsultohet me ndonjë mjek ose farmacist, që të mirën në syfër, në fund, pra, kur ta lënë syfyrin, që ka mundësi me marë ilaqin, pastaj me agjëru gjatë ditës, kjo nuk prish punë, por gjatë kohës, sa je agjërushëm, pasi ka kalu, ka hyrë syfyri deri në kohën e iftarit, e prish agjërimin. Një tjetër pyetje, thot, a vlen agjërimi pas syfyr apo është mëkat? Jo, në esencë, të saharu fe ine fi suhuri bereke. Kështu ka thonë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bëni syfyr sepse në syfyr ka bereqet. Në esencë besimtari duhet të zgjohet për syfyr, dhe kjo është ajo që preferohet, ajo që është rregull. Qoftë edhe nëse e merr një kafshat të vogël dhe pi një gotë ujë. Qoftë kjo është minimumin që mund me bë. Por me shku këtë Ramazan edhe mos më çun syfyr, kjo nuk është në rregull. Edhe pse agjërimi është agjërimi i sakt. Agjërimi është i sakt, por nuk është në rregull. Ta humbim shumë me mos zgjuarjen në syfyr. Është kohë e bekuar, është kohë që pranohen lutjet, është kohë e bereqetit, andaj mos me ja leju vetës për mi humb këto mirësi. Çka bëmi, do thotë vetëm do ta menaxhojmë gjumin. Menaxhimi i gjumit është tetë i rëndësishëm edhe në Ramazan, siç është çdo herë. Bim pak më herët, bëjmë një pjesë gjumit, ngritim në syfyr e kështu më radhë. Punoj në restoran, thot, e kam gjuna që përgatis bukë gjatë Ramazanit atyre që nuk agjërojnë. Çështja e punës është këgjë problematike, bëjar, sidomos e restoranave që rrinë hapur, nga njerë dhe pa nevojë. Pjesë e madhe e restoranave tona e dinë se gjatë muajit Ramazanit bie dukshëm klientët e tyre që i frekuentojnë restoranat. Andaj në këtë rast, vllau kush është që ka bë pyetjen, këshilla ime do të ishte që hera të tjera të mundohet që të gjej një zgjidhje tjetër. Përderisa është tash në Ramazan edhe pyet, unë nuk mund t'i them që mos e bëhet punë, sepse ka një marrëveshje, ka një kontratë me një rrogë, mban familjen, por do të thonë se për herave tjera do të gjeni një zgjidhje qoftë edhe të kërkojnë një punë tjetër. Po, qoftë ose të merr pushim gjatë muajit të Ramazanit, ose të punon në ndrimin që është pas iftarit, ose që përgatiten ushqimet, pra vjen para iftarit, është edhe një orar që në disa restorane përdorin, pra kur vinë kuzhinierët, vinë kamarierët, e bojnë gati iftarin për agjëruesit që vinë në iftar. Kjo është praktikë të thotë në shumicën e restoraneve tonë. Gjatë Ramazanit. Po, në ta gjeni zgjidhje dhe në ta respekton gjithherë rregullin fetar, tut një Zotit sa të keni mundësi. Vazhdojmë tani, mirëpresim telefonatën tjetër. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përshëndes juve bujarë dhe hoqën e nderuar.
e nderuar, edhe po më pëlqen shumë përgjigjet që po jam të ndëgju prej fillimit të misionit, edhe dishta me pyet kështu hoxhan, më tregoj shembull për neve që unë personalisht të përdori 6 barna në ditë, domethënë 2 janë antidepresive që është prej kohës luftës, prej doktor Ferida Van. Mandej që i kam tani jetën një pyet. Mandej i kam lukëtit tensionit edhe të reumës e ishiasit. Edhe nuk kam mundësi për meninu meninu në Ramazanin. Edhe nuk kam mundësi që ka është me kyqja me bosh pagimin që duhet në fund të muaj të Ramazan, të bekum të Ramazani. Mirë po, me zemër edhe me shpirt gjithmonë bëj lutje, bëj namaz, edhe plus nësaj i ndëgjoj shumë PIS TV, i ndëgjoj shumë emisionet, edhe kam shumë libra që i lexoj, shembull 100 lutje, kam shumë, edhe kam Kuranin me përkthem gjuhën shqipe. Domethënë pyetja mos të zgjas shumë është se nuk ke mundësi shpagimi. Dhe tolerohesh për këtë. As qërimi e për këta persona çka do të na thot o gjallët se e di që është shumë keq që s'moj meninu. Kështu me zemër jam tepër me e krishtume, domethënë ndi shumë keq shumë vetën personalisht. Po çka ti bësh kur e qartë. Ju kuptuam, faleminderit shumë për këtë telefonat. Po hoxh, po. Pra, ka vazhdimisht barna gjatë ditës. Allahu e shërov këtë motër edhe gjithë dëgjuesit të cilët përballen me smundje dhe sprovat. Amin. Shumë thjesht për mi dal, publikisht po e them, kjo është duke na ndëgju kësaj here, këtë Ramazan, do thotë në ta hek këtë dert, sepse shpagimin e marr unë dhe e bëj për te. Allah shpërbleft. Ka shumë thjesht, do thotë, e për hera tjera, masis nuk ka mundësi, nuk është e obligume. Thashtë edhe një herë, wattaqullaha mastata'tum. Rregull fetar, kuranor, tut një Zotit sa të keni mundësi. Allahu e di çfarë kena brendsinë tonë, e dina do thotë përballja me smundjen është një ndër sprovave të mëdha të kësaj jete me të cilën përballen njerëz të ndryshme, të dashurit tonë, familjarët tonë, kështu me radhë. Atëherë Allahu na ka për ata dhe na ka leju. Do thotë nuk duhet mundi në kuptimin e ngarkesës psiqike dikush, por se normal që është një barë e çdo besimtari që në zemrën e tij mbetet një breng pse nuk e agjërova. Këta ne që jemi shëndosh, frigohemi ndoshta një grip, nuk dëshirojmë na pengu në Ramazan, nuk dyshohet, por thash edhe një herë, me njetë, do thotë nga sot, unë e marr përsipër edhe e bëj shpagimin për fidjet për 30 ditë të saj, kështu që emanet para Zotit edhe publikisht. I ka të kryera në këtë rast. Aja në të lutët për vllazët dhe motrat në përgjithësi, dhe thot edhe për neve dëve, bën mu lutë. Dhe shpërbleft. Allah i rrit. Vazhdojmë tutje, mirëpresim telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Je përshëndes, ty bojarë dhe hoxhën. Faleminderit. I kam një pyetje dy, po edhe një. Këta që po agjerojnë e s'po falen. Një shok sot, mas i falim të ravit, u zatet edhe të veti, ku e fali gjumon, pa jo vëlla s'ko mojt heq. Qysh? Edhe këta që i falin të ravit veshtet, edhe po dalin, e di çfarë shumë rënë, ata për vete kanë, po shumë rënë po m'vjen. E qartë. Falenderit shumë, e Allah ju shpërbleft. Mine dhe juve, falenderit shumë për telefonatën. Inkuadrojmë telefonuesin tjetër, alo? Selamu aleikum. Aleikum selam. Ndeshta një 2 pyetje hoxhës. Po? Djali është 10 vjeçar, edhe dje i ka ra dhomi, edhe i ka shku pak gjak, tash e ka breng, a ju ka prish agjerimi, a duhet me zavensu me një ditë tjetër. Dhe me thonë mas Ramazanit. Edhe vajza 13 vjeçare, edhe agjeron për një ditë ka pas marrë mendje dhe urrëzu.
E kështu që ka me shku me lujt basket në Prishtinë, pipeje në Prishtinë do më thonë, edhe a e ka gjuna me prishja ditë ku të shkon me lujt, se nuk ma me mene që mundet me lujt që ashtu në gjinushëm, me zavënsu me një ditë tjetër, mos me shku hiq. Se pe ka breng, a e ka gjuna me prish, apo din që atë ditë, a mundet për me e zavënson me një ditë tjetër. Do me thonë mas Ramazanit e kompenzon veç puna që i duhet me shku me lujt, po tash nëse nuk ban është gjuna, atëherë nuk shkon hiq ose s'po di që shja ban. E qartë, falenderit shumë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Natën e mirë. Agjerimi pa namaz. Një ndër problematika që shfaqet është më shumë bujarë në Ramazan. Edhe pse nuk ishtë dashmë me qenë diskutim në mesin ku jetojnë besimtarët që të agjeron dikush pa namaz. Tek muslimanët e hershëm, namazë adin kur është diskutu bujarë. është diskutu vetëm për balë jo muslimanëve për me ja jeshu atyre fejnë që me arë në islam. Sepse nuk e kanë imaginu dhe nuk duhet të imaginohet jeta e besimtarit muslimanit pa namaz. Krejtë të tjera të binë. Zeqati bjen kur s'kemi pasuri, haxhi bjen kur s'kemi mundësi, agjerimi bjen kur jemi udhëtar, kur jemi të smut, ndërsa namazi është i vetmi obligim fetar që nuk bjen asë një rast. Nuk nëzirë, dhe thot, nuk ka hapësirë feja kërkon që nuk të kalon. Derisa kanë diskutu dietarët edhe një pjesë e madhe tyre se bimbazet e tjerë kanë dhënë fetva që namazi falet edhe pa abdes nëse personi është i lidhur për shtratin e tij. Në raste kur smundja pra e ka goditur fort, është i lidhur me aparatura, nuk ka mundësi me lëviz, nuk ka mundësi me marr as abdes, as me thonë te imam, atëherë kanë thonë që ai e fal me isharet. E fal pa abdes. Pa abdes e fal me isharet. Me isharet do thot me shenja. Do thot me sy, e den do tash jam recatën e parë, tash po shkoj në ruku, tash po shkoj në sejdë. Namazin nuk ka derë në islam. Nuk ka, do thot, asnjë hoxh i cili ka gjetë dikon në një libër e që ka gjetë ndonjë mesele të caktuar se çiti personit i lihet hapësirë për mos me fal namazin. Për ata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Zoti i ka thonë profetit dhe besimtarëve, urdhëre familjen tënde për namaz, wastabir 'alayha dhe bën durim. Mundohu me shtrydh veten duke bërë durim këtë çështje. Pyetja shtrohet deri kur e kam përgjegjësi për me urdhnu familjen time me fal namazin, fëmijët e mi. Përgjigjja shumë e lehtë, derisa ti je gjallë në këtë jetë dush më interesu për namazin e gruas në këtë rast, ata që jetojnë në kulmin e një shtëpie, e sidomos edhe fëmijëve. Kemi hyrë si prind mrena, e keni fal namazin, kemi dalë për shtëpisë, mos e harroni namazin, kemi diskutu namazin, kemi qurë për namaz për sabah, kemi ne gati namazit tonë derisa ti je gjallë atyre që ti ki për përgjithësi. Në këtë rast, ne çfarë themi? Themi ata të cilët agjerojnë Ramazanin janë, alhamdulillah, i kemi afër. Neve çka na mbetet? Familjarëve, shoqërisë, kështu më radh, na mbetet përgjegjësia jonë për t'i mësuar namazin në këtë rast. Sigur personi në fjalë, nëse e ke një shok, ti e ke për detyrë, për ta këshillu, për ta marrë, për ta thirrë namaz xumas, për ta thirrë namaz taravive, kështu do thotë të gjithë kontribuojnë nga pak dhe e bëjmë pastaj edhe japmi edhe namazit, sepse sa i përket shoqërisë tonë, elhamdulillah, me agjerimin mirë jemi duke ecë. Ka marrë një havë, një masë agjerimi, që agjerojnë fëmijët, agjerojnë gjitha shtresat e shoqërisë. Me namaz nuk jemi ende do thotë në atë nivelin që duhet në atë jemi. Do të shumë punë angazhim, ne hoxhallarët, por edhe vëllezërit besimtarët dhe motrat punojnë gjithë së bashku, andaj do thotë këto shok ose kushdo që jenë, duhet na mësua dhe duhet mi thirr namaz. Sa i përket namazit teravive që dalim mas 8 recate, namazit teravive është nafile, është një namaz dhe thotë që është sunet për të falur, ka diskutime mes dietarëve. Ata, siç e theksoj, e kanë për veti, por ashtu. Qysh me i humb gjithë ato shpërblime? Po, mbetet në atë pjesën e diskutimit të treçatin 20, 36 e kështu me radhë, por të gjithë ata duhet me ditë se
shpërblimin për me marrë namazit të ravive duhet hatta janë sarif imam, derisa imami do thot ta kryej namazin. Ai është pra kur e fal namazin e vitrit. Kështu që këshilla ime do të ishte të qëndrojnë, sepse nuk është shumë, në 60 minuta parafërsisht të cilët e falmi namazin me ajet ose me sure, krejt 60 minuta e falmi namazin, nga farzi deri në fund. Mesatarisht pa ungu do thotë që mundu rukun sejdët mi kry mirë, pastaj ata të cilët falen me hatme vazhdojnë do thotë 1 orë gjys ose 2 orë, po ka xhamia ku ti mundesh me kry edhe është një namaz jo shumë kohë me komoditet, pas 8 recatëve po shojnë, shpërndahet zakonisht në xhamia tash edhe ujë, krijohet një atmosferë mirë, lutmi së bashku krejt, përfitojmë shumë benefite që i ki. Djali thot e ka nxjerr dhëmbin, i ka rrjedh pak gjaku, pra ka gëlltit, 10 vjeçar. Ju ka duk ati në ujerë. 10 vjeçar është i vogël, ka mundësi ju ka duk edhe nuk ka nevojë me kompenzu, ndërsa sa i përket vajzës e cila do të udhtojë nga Peja në Prishtinë. Nëse vajza ka hyrë në moshën madhore, atëherë nuk i lejohet që me prish agjerimin. Nëse është nën moshën madhore, ende nuk ka hyrë në moshën madhore, ka hapësirë. Mund të trajtohet në kontekstin e udhëtimit? Ndoshta. Pe Prishtinë. Ku? Ndoshta hen. Edhe kjo një lehtësim. Është Allah shpërblet që më kujtove. Edhe kjo një lehtësim, por besoj që e te i kalon edhe këtë. Me sportistat, bujar, që kom diskutu edhe në disa që i kom pasë edhe në profil, kanë thënë hoqë sa herë që jemi agjirushëm dhe kemi loja, dhe thotë ne kemi kalu gjithherë. Sepse për 2 arsye, trupi është më i lehtë edhe për një arsye psikologjike që nuk don ai mu dorëzu përballë presioneve tjera, që mos më jalon fajin Ramazanit. Rrethi do t'i thotë se ti agjirushëm, nuk e ke pas performancën e mirë, ai bën për 2 arsye. Trupi është më i lehtë, por është edhe një shton vigjilencë. Vigjilencë, do thotë që nuk don më jalon fajin Ramazanit se për shkak Ramazanit dështu me jep maksimumin në garë. Ne do të vazhdojmë tutje, po e afrohemi fundit të emisionit, por do të marrim edhe disa telefonata. Alo. E i kur kjo telefonat, kemi një tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Për juve dhe hoxhën. Po. Desha 1-2 pyetje hoxhës. Po. Kur ta mundson Allahi me bëu shamull istikfare, qënë se lavate a matën e ditën e gjykimit në peshore. Edhe pyetja dytë është nëse ki shamull ta ka që Zoti dashnin, ndaj Zotit ki dashni, ta ka mjell Allahi dashni në zemër, po njëjtën kohë ki edhe frikë. Jo që i banë shamull na i gabim, po çdo gjë dhe menja më çku diçka keq ti tutësh, se thu Zoti e di se shka po menojone. E disha një këshill për hoxhës, shamull e janë këtu, shamull që edhe frikë edhe dashni ti ka që Zoti, se shamull ti nuk mënesh mi parashikua të sena. Po, kjo është. Natën e mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Me shtu këtu edhe shpresën dhe pastaj bëhet tamam. Po që kjo frikë respekti është? Vazhdojmë me një tjetër telefonat, pastaj e trajtojmë. Mirëmbrëma. Pyetjen, mirëmbrëma. Dashta me pyet hoxhën për të vdekurit çfarë duash ose lutje për me pnu. E qartë? Mirë, faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Kemi një tjetër telefonues. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Cila është? Unë po i fali taravia në xhami edhe po e vazhdoj namazin e natës në shtëpi. A duhet me fal vetëm me xhamat në xhami apo në shtëpi me namaz natës? E qartë. Allah ju shpërblet. Amin edhe juve. Vazhdojmë tani me përgjigjet. Thot kur bëjmë shumë istikfar, a peshohet kjo në ditën e gjykimit? Nuk ka dyshim, çdo vepër e mirë që llogaritet në fe, që është legjitimu, që ka argument për të nga Kurani dhe Suneti i profetit Muhammed, apo nga veprimet e gjeneratave të para, do të peshohet në ditën e Kiametit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe një shibël e vogël, një gjësen që ka rënë në xhami dhe dikush e largon, ajo do të llogaritet në peshojen
e ditës në ditën e gjykimit. E salavati është për veprave madhështore që e bën besimtari. Sa i përket dashuria për Allahun, por edhe frika. Po. Ibn al-Qayyim është një hoxh i madh në dietar në Islam, e përmend thotë shembulli besimtarit është thotë sikurse shpendi i ka dy krah. Thotë e ka dashurinë edhe ka frikë respektin. Dashurinë për Allahun xhalla taala, ku e përmendëm në fillim, sepse ne me dashuri e bojmë për dashurinë që kemi nga Zoti, ne i bojmë edhe obligimet tona. Me këtë krah, edhe me krahin tjetër, thot ai ecë në rrugën e Zotit xhalla taala. Nëse njëna çalan, pra ka vetëm dashuri ndaj Zotit, por nuk ka frikë respekt. Pra ato bujar neoxhallarët mundohemi me përkthy fjalën el khashje, do thotë khashje, është një terminologji e cila përdoret për frikë respekt, sepse el khauf në gjuhën arabe është vetëm frika. Unë mund me pas frikë nga terri, nga shtazët e egra, nga lartësia e kështu me radhë. Por el khashje është vetëm për frikë respekt, një terminologji ose një term që përdoren në raport me Zotin. Kam frikë, por këtë frikë unë e bëj në shenjë respekti për Zotin, dhe kjo të dyjat janë shenjat e mira dhe duhet të gjithë vazhdojmë këto. Pra në këtë drejtim. Lutje për të vdekurit? Po, lutjet për të vdekurit, ka lutje vullnetare për të vdekurit dhe ka lutje obligative. Rabbi kfirli, u li walidej, u li muminine jo me kumul hisab. Kur ulmin pranë e tejatën e fundit, ne e bëmi çdo namaz, thonë Zot falë mu, falë printe me, dhe gjithë besimtarët ditën kur do të ngritet llogaria. Kjo është obligative. Si besimtar, pra lutmi 5 herë në ditë, në namazet farze lutmi për printet tanë. Pastaj lutjet janë ditore që na e përfshijmë edhe printet tanë kur ata janë të vdekur, përfshi këto edhe sadakat. Edhe lëmosha, kur ne pra japmi lëmosh, për vetën tonë, ndam edhe një pjesë për prind tanë. Thotë teravit i falin në xhami, pastaj vazhdojnë në shtëpi me namaz natë, vitrin ku ta falin, në xhami apo në shtëpi? Po, në këtë rast, vitrin falin në shtëpi, pastaj pasi të shkojsh në xhami, me imamin, e përfundon namazin, pastaj pasi të shkon në shtëpi, i fal namazin nafile. Edhe pse ka përfunduar me vitr. Nuk prish punë që nëse edhe gjatë jashtë Ramazanit, për shembull kemi fal vitrin dhe pak para sabaut jemi qu më herët, ose jemi nga ata që falmi namazin e natës, ose qomi para sabaut, na lejohet pra me fal namaz nafile dhe pse kemi fal namazin e vitrit, por pastaj vitrin nuk e përsërit 2 herë. Mjafton me vitrin e parë. Dhe shpejt marrim 1 apo 2 telefonatat fundit që po presin. Alo? Alo? Urnone? Selam aleikum. Aleikum selam. Fillimisht urime muaj sheti Ramazanit, inshallah agjerëm pletë, u pranon Zoti juve të gjithë besimtarëve musliman. Amin. Kam një pyetje për hoxhën, unë 2 Ramazane nuk kam mujt mi agjeru. Tash ti bëhet shpagimi, përveç që duhet mi kompenzu ditë mi agjeru, a duhet edhe mi kompenzu edhe me ushqim. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye s'ke agjeru? E para është e kam operu para 3 viteve luktin dhe vjetë kam qenë 7 zonë, s'kam mujt me agjeru. E këtë vete kam djalin e vogël, sa do që pëndjohna shumë e ta, po prapë s'po dërzona. Qartë. Falenderit. Edhe një... Po. Me djalin e madh kemi hik shamsht, me ka provu Zoti me një reflux për veshka, me vajzën që ashtu me sy, jo me intolerancë tot, tash edhe me djalin e vogël me gerd reflux, me probleme tjera, tash jashtë, s'pedi, nuk ka bo ashtu si brenga, ashtë si sprov prej Zotit, ka mund më kona, s'pedi. Kuptuam, falenderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Po, kompenzimin atua të bëj edhe me shpagim plus agjerim, apo? Po, shkomi me rëndë, bëjarë. Regulli parë është që në moment që na ka ikë ndonjë ditë, nuk i kemi agjeru në këtë Ramazan, për shembull, na duhet i kompenzohemi me një herë pas Ramazanit dhe kemi hapësirë derisa të vijë Ramazani vitit nga rast 2027. Apo? Kjo është intervali kohor kur duhet ne t'i kompenzohemi ditë e këtij Ramazani që janë. Në moment që vije Ramazani tjetër, 2027, dhe na kanë mbet ato ditë, do thotë, pastaj në këtë rast ju kanë mbledhur një Ramazan tjetër,
Mendimi i parë i dietarëve, siç një pjesë e madhe e dietarëve thonë që duhet patjetër të kompenzohen ditë e mbetura dhe për çdo ditë duhet edhe me bo shpagim. Por mendimi Allahu ala më i saktë është se në këtë rast vetëm se ne e kompenzojmë ditë e mbetura, pa e bo shpagimin. Për arsye janë përgjigj këta dietarë kanë thënë se nuk ka tekst as nga ajeti kuranor, as nga hadithet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, se ka ndonjë hadith që ka ardhur për që mi plotsu në dy raste. Në këtë rast motra po tregon sepse ka pas arsye shëndetësore, kjo duhet vetëm t'i kompenzoj ditë e agjerimit, pra që i kanë mbet, duhet me gjetë mundësien e parë që i vjen duhet mi kompenzu këtë ditë pa bu shpagimin e tyre. Sa i përket qashës nëse personin e ka lënë dhe thot agjerimin dhe ka zonë Ramazani pa i kompenzu, a i duhet edhe të bëj istikfar dhe tobe të Zoti edhe ta kompenzoj. Por se duhet tjetë e qartë kjo motra dhe gjithë dëgjues tjetë, nuk mundën me shpagu kjo agjerimin, për shkak se tash e tutje shëndeti saj është normal. Do ta bën shpagimin vetëm atëherë kur nuk pritet më prej smundjes saj shërim, prej smundjeve tranda, do thotë smundjet kronike që janë, që nuk pritet, nuk ka shpresa në të, ose shpresat janë minimale, atëherë duhet me bëj shpagimin. Në këtë rast, derisa gjendja saj është stabile, kjo do ta kompenzon ato ditë në bazë mundësive që e rëndon, sidomos kur është koha më e shkurtë, do thotë dita. Dhe thotë fëmijët me probleme shëndetësore është sprov kjo për ne? Po, nuk ka dyshim që është sprov. Edhe le ta kupton se Zoti ka në dënë e sprovan. Le ta gjenë ngushëllimin në vetë, sepse është rregull, është hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, idha habba inna Allah azza wa jalla idha habba abdan ibtala. Kur Zoti e don dikan, e sprovan me smundje, me varfëri, me telashe, me hallë, me dertë të kësaj dunjaje. Le ta kupton kjo motër se kjo shtëpia e sprovave. Gjithë jemi të sprovuar me një formë apo ndryshe, dikush më të rënda, dikush më të lehta, por edhe shpagimi edhe shpërblimit e Zotit ka me qenë mbi bazën e nivelit sprovave që kemi pas. Sa të janë më të mëdha dhe shpërblimi do të jetë më i madh ditën kur dalmi para Allahut, kalon inshallah gjithçka, lut Zotin që t'i shëroj fëmijët e saj dhe fëmijët e muslimanëve kudo që janë. Amin. Hoxha, falenderojmë shumë që ishit me ne dhe shikuesit tanë. Gjithashtu dhone, respekt e suksese juve dhe stafit të PIS TV-s. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kështu po e përmbyllim takimin e sotëm. Deri në takimin e radhës, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.